Përshëndetje. Kush është një vampir energjie? Vampirët e energjisë janë njerëz, ndonjëherë edhe me dashje, që shterojnë energjinë tuaj emocionale. Ata ushqejnë me gatishmërinë tuaj për t'i dëgjuar dhe për të kujdesur për ta, duke ju lënë të raskapitur dhe të dërmuar. Ja se çfarë duhet bërë. Vampirët e energjisë mund të jenë kudo dhe kushdo. Ata janë njerëzit me të cilët ju hasni, të cilët ju lënë të ndjeni të raskapitur dhe të dërmuar. Ata mund të jenë bashkëshorti, bashkëshortja juaj dhe shoku juaj më i mirë. Ata mund të jenë edhe shoku juaj i dhomës ose edhe fëmijë juaj. Të mësuarit se si të identifikoni dhe të përgjigjeni kësaj sjelljeje toksike, mund t'ju ndihmoj të ruani energjinë tuaj dhe të mbroheni nga një shqetësim i madh emocional dhe fizik. E para, ata nuk marrin asnjëherë përgjegjësi. Vampirët e energjisë janë shpesh karizmatik. Ata mund të largohen nga telashet kur lindin probleme për shkak të këtij sharmi që kanë. Ata janë dinak dhe mund t'i vendosin problemet dikujt tjetri dhe pothuajse në çdo situatë. Ata kur nuk pranojnë fajsinë dhe rolin e tyre në ndonjë mosmarrveshje ose çështje. Shpesh ju mbeteni duke mbajtur peshën dhe ndoshta dhe fajin. Ata janë gjithmonë të përfshirë në një lloj drame. Vampirët e energjisë e gjejnë veten gjithmonë në mes të një katastrofe, duke u përplasur nga objektivi në objektiv dhe sjelljen e tyre emocionale dhe dramatike. Kur ata kanë zbarkuar mbi ju, ata e shpërndajnë këtë dramë mbi ju me shpresën se ju do ta përthithni dhe do ta rregulloni dhe do të shpëtoni anijen e tyre. Ata gjithmonë ju mposhtin. Një vampir energjie nuk i pëlqen kur të jetë prapa jush dhe ata nuk janë të prirur të ndalojnë qendrën e vëmendjes. Kjo është një nga prirjet e tyre të shumta narciste. Ata luftojnë për të ndjerë lumturi të vërtet për një person tjetër. Në vend të kësaj, ata preferojnë të tërheqin energji për të ushqyer kërkesat e tyre emocionale. Ata zvogëlojnë problemet tuaja dhe luajnë me të vetat. Vampirët e energjisë ushqehen me energjinë tuaj emocionale dhe nëse jeni të trishtuar ose të mërzitur, dijeni se furnizimet të energjisë tuaj po paksohen. Për të hequr sa më shumë energji nga ju, vampirët e energjisë do të zhvendosin vëmendjen e diskutimit tek vetja, duke kthyer shqetësimin tuaj në bufen e tyre emocionale. Për shembull, e di që puna juaj nuk paguhet mirë, por të paktën puna juaj është argëtuese. Duhet të më ndihmosh të gjej një punë të re për veten time. Ti je shumë i zhytur në punë, nuk e kuptoj, por me të vërtet kam nevojë të flas me ty sonte për çështjen që kam me Erin. Ata veprojnë si martir. Vampirët e energjisë i vendosin problemet e tyre drejt për drejt mbi supet e njerëzve të tjerë. Ata nuk marrin asnjëherë përgjegjësi për kontributin e tyre në vështirësitë e tyre. Ajo që ata kërkojnë është mbështetje emocionale për të rritur vetvlerësimin e tyre. Ata përdorin mënyrën tuaj të mirë kundër jush. Njerëzit që janë të ndjeshëm dhe të dhemshur janë objektivat kryesor të vampirëve të energjisë. Kjo se ju ofroni një vesh për të dëgjuar, një zemër të mirë
dhe energji pa fund. Në këtë mënyrë, vampirët e energjisë përdorin natyrën tuaj kundër jush, duke ju shtëruar nga vitaliteti. Për shembull, ata monopolizojnë kohën tuaj në çdo rast shoqëror, në mënyrë që të kenë sa më shumë energji nga ju. Ata e dinë që ju do të ndiheni fajtor duke i refuzuar për kafe ose për një darkë, ndaj ju pyesin rregullisht. Vampirët e energjisë shpesh mbështeten në fajet për të marrë atë që duan. Ata e dinë se turpi është një armë e madhe kundër njerëzve që janë të dëmshur dhe të kujdesshëm. Po kështu, ultimatumet janë një mënyrë efektive për të tërhequr vëmendjen e një personi dhe për t'i detyruar ata të bëjnë diçka, përndryshe nuk do të donin ta bënin. Ata janë të ndërvarur. Bashkëjetesa është një lloj marrëdhënieje ku çdo veprim është krijuar për të shkaktuar një reagim të caktuar nga individi tjetër. Është një rreth vicioz sjelljeje. Por vampirët e energjisë rrallë e kuptojnë se janë në to, pra në këta rreth. Ata i përdorin këto marrëdhënie shpesh romantike për të vazhduar të rrotullojnë një cikël drame dhe nevojash emocionale. Ata kritikojnë ose ngacmojnë. Në thelbin e tyre, vampirët e energjisë janë shpesh të pasigurt. Ata mund të përdorin taktika dhe kritika çnjerëzore për të mbajtur të pasigurt atë prenë e tyre. Në këtë gjendje, ju ndiheni sikur u detyroheni atyre vëmendjen tuaj dhe duhet të vazhdoni të punoni për të ndaluar sulmet e pa justifikuara. Ata ju friksojnë. Një hap larg kritikës ose ngacmimit ndaj jush, friksimi është një mjet i cili i drejton këta vampir energjie kur duhet të nxisin dhe të marrin ushqimin emocional. Frika është një reagim shumë i fortë emocional. Nëse një vampir energjie mund t'ju shqetësojë, ata mund të forcojnë egon e tyre. Për shembull, unë nuk do t'ju them këtë përsëri dhe përsëri. Ju nuk e meritoni një rritje pagje. Nuk tregoni se e dëshironi vërtet atë. Pse është e rëndësishme të njihni këta vampirët e energjisë dhe çfarë të bëni? Vampirët e energjisë kërkojnë shumë nga njerëzit që ata synojnë. Ky shtërim i vazhdueshëm i burimeve tuaje mund të ketë një efekt të dukshëm në mirëqenien tuaj. Me kalimin e kohës, stresi i tepërt mund të çojë në ankth, depresion, sëmundje të zemrës, por edhe më shumë. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të njihni sjelljet dhe më pas të punoni për t'i hequr ato. Kjo mund të përfshijë ngritjen e mureve, barierave për të mbrojtur kundër përpjekjeve të një vampiri energjik, ose largimin e personit nga jeta juaj. Idetë e mëposhme që do t'ju them mund të mos funksionojnë për të gjithë. Provoni ato dhe formoni qasjen tuaj derisa të jeni në gjendje të ndjeni, të kontrolloni dhe të jeni të mbrojtur nga ta. Vendosni kufi. Edhe pse kjo duket të jetë me lehtë të thuhet se sa të bëhet në fillim, ju mund dhe duhet të zhvilloni fusha të jetës tuaj ku nuk do të lejoni që një vampir energjie të hyjë aty. Mos pranoni ngjarje sociale si darka ose takime ose kafe me ta. Pra mos shkoni me ta. Shmangni udhëtimet e fundjavëve për ngjarje të tjera të zgjatura ku ata do të jenë të pranishëm me ju. Në punë mund të kufizoni ndër veprimet mes jush duke mos rënë dakord për dreka dhe duke mos u ndalu pranë tavolinës së tyre për të biseduar.
Mund ju duhet të filloni nga gjëra të vogla, duke u fokusuar në disa fusha dhe më pas të zgjerojeni në ato. Rregulloni pritshmëritë tuaja. Ju nuk mund të rregulloni një vampir energjie, harojeni se mund ta bëni, por mund të riformësoni pritshmëritë tuaja për të. Kjo mund të përfshijë mbylljen e valvulës suaj emocionale dhe mosdhënien e këshillave kur ata ju shprehin problemet e tyre. Kjo mund të nënkuptojë gjithashtu se nuk mund t'i përdorni ata si çdo lloj çlirimi emocional. Ata do të duan të përgjigjen. Mos u jepni atyre asnjë centimetër. Nëse vampiri i energjisë telefonon, ndalon ose dërgon mesazhe, mos u lini hapësirë. Ofroni një justifikim. Jam shumë i lodhur ose jam shumë i zënë. Mund të thuash se ke plane dhe nuk ndihesh mirë. Gjeni një justifikim, e thënë të shkurt. Kur ata vazhdojnë të ndërlidhen me justifikime dhe nuk marrin energjinë emocionale që u nevojitet, ata kërkojnë diku tjetër të ngjiten, kërkojnë një viktim tjetër. Ruajini kapacitetin tuaj emocional. Vampirët e energjisë përdorin sinjale jo verbale, e gjuhën e trupit, për të ditur kur kanë dikë në grep. Shpreha juaj e fytyrës, mënyra se si mbështeteni, si shtrëngoni duart, një vampir energjie mund t'i marrë këto si shenja të investimit tuaj për të. Nëse në vend të kësaj ju afroni përgjigje me fytyrë të gurtë, të palëvizshme, dhe ofroni vetëm deklarata të shkurtra për pyetjet e tyre, nuk do të hapni ndonjë bisedë rreth kërkesave të tyre dhe mund të rezervoni energjinë tuaj për veten tuaj. I pritni të gjitha tërësisht. Në shumicën e rasteve, ju keni lirinë për të hequr plotësisht këtë person nga jeta juaj. Kjo mund të duket dramatike, por duhet të mbani mend se në fund të fundit ju po mbroni veten tuaj. Duke i njohur këto sjellje dhe duke u përpjekur të jepni fund, ju mbroni veten tuaj, shëndetin tuaj dhe mirëqenien tuaj të përgjithshme. Askush nuk meriton të keqtrajtohet apo përdoret në këtë mënyrë. Sigurisht që nuk është faji juaj. Disa njerëz refuzojnë të pranojnë përgjegjësinë për pjekurinë e tyre emocionale. Dhe kjo nuk është bara që duhet ju ta mbani. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja. Por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.